Përshëndetje miq të dashur. Unë nesër kam në orën 8 një seancë meditimi Lotus Ocean. Sigurisht çfarë do mësojmë ne aty dhe jeni të mirëpritur, mund të shkruani thjesht në numrin tim të WhatsAppit dhe çdo kush mund të vijë është falas dhe online. Sigurisht neve do të mësojmë shumë gjëra se si ti jesh më i vetëdijshëm, se si ti të qëndërsosh trupin. Sigurisht neve do mësojmë shumë gjëra që do t'i revelojmë në seancë, por ajo që unë do të thoja sot që është tema e kësaj video është paqja. Në shqip paqe do të thot edhe puq, siç thot profesori im i nderuar Petrozhei. Pse e tillë? Sepse paqe do të thot është një gjendje e një qenie ose një njeriu, në qoftë se ka arritur pra unifikimin e tij me natyrën, ka arritur që të komunikojë me natyrën, ka arritur që të ketë një lidhje me natyrën, me universin dhe me mendjen kozmike. Sigurisht këto do t'i mësojmë së bashku tek seanca me mua, tek meditimi Lotus Ocean. Paqja pra, si thuash, nuk mund të arrihet kurrë. Nëse ti nuk je puq, paqe, puq do të thënë të ngjitesh drejt më të lartë hynores, universit, të evoluosh do të thotë. Pra ajo është paqe. Dhe paqja midis një njeriu dhe një njeriu tjetër nuk mund të arrihet kurrë nëse nuk arrihet paqja me njeriu dhe natyrën. Mirë se vini tek seanca ime, do të shihemi nesër së bashku.